Autoritetet lokale në Ukrainë urdhëruan evakuimin e familjeve nga 10 fshatra pranë qytetit veri lindor të shkatruar thuajse plotësisht të Kupianskut, duke përmendur situatën e përkeqësuar të sigurisë në një rajon që është përballur me sulme të rënda ruse. Oleksi Njehubov, guvernatori i rajonit veri lindor të Kharkivit, shkroi në Telegram se gjithsej 409 familjeve me 601 fëmijë ju tha të largoheshin nga 27 zona. Një zyrtar tjetër në zonën e prekur më vonë i tha transmetuesit publik Suspilne se lista e lokaliteteve që do të evakuoheshin nga familjet ishte zgjeruar në 40. Për muaj të tërë, forcat ruse kanë sulmuar dhe avancuar në qytetin e Kupianskut, i cili shihet si një objektiv kyç në sulmin e tyre drejt perëndimit përmes Ukrainës qendrore dhe lindore. Qyteti u pushtua fillimisht nga forcat ruse në javët e para të pushtimit të Ukrainës në shkurt 2022, por forcat e Kievit rimorën atë më vonë atë vit. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, javën e kaluar tha se forcat ukrainase po mbronin zonat kryesore të vijës së frontit, përfshirë Kupianskun. Ai gjithashtu ka folur ditët e fundit për një kundërsulm ukrainas pranë qytetit Dobropiljas më në jug. Nga anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin javën e kaluar ju tha oficerëve të lartë se forcat e Moskës kishin avantazhin strategjik në të gjitha zonat e vijës së frontit. Komandanti më i lartë i Ukrainës, Oleksandr Sirski, vlerëson se vija e frontit shtrihet për 1200 kilometra.